fjalë për një proces ku është seanca e 6 ose e 7, ku ky person ndryshe nga çka dëshmuar 2 vite përpara përballë prokurorëve dhe që nuk kishte kundërthënës, tani është në sallën e gjyqit me ta dhe një pjesë e tyre, unë besoj që kjo që po ndodh zhej është ku nuk është dakord Çelmeta me këtë. Jo, se kam mbaruar vetëm logjikën. Unë besoj që kjo që po ndodh është një strategji e avokatëve dhe e bashkëpandehurve të tjerë në proces për të dhënë mesazhe brenda sallës, po dhe jashtë sallës së gjyqit, dhe ju thatë shumë mirë pak më përpara që duket sikur ka një tendencë edhe për të folur personazhe. Për shembull, Enver Diva, një tjetër përveç Qolit, Enver Diva, një tjetër ish bashkëpunëtori i Nureddin Dumanit, ka thënë që Nureddin Dumani është takuar me 2 deputet në një lokal, të cilët i kanë dhënë fotografinë e Talo Çelës dhe një çantë me para për të kryer vrasjen. Çfarë interesi ka të përmendet ky element në këtë fazë të procesit, përveç faktit që synohet për të dhënë një mesazh brenda sallës së gjyqit ndaj gjykatës dhe prokurorisë për të thënë që ky i penduari juaj nuk i ka thënë të gjitha, ka mbajtur disa gjëra pa i thënë, dhe ndërkohë nga ana tjetër për të influencuar edhe jashtë sallës së gjyqit për të çuar disa mesazhe atje ku duhet për të treguar, për të thënë që ne kemi dieni që ky person i akuzuar për 10 vrasje, kryesisht në Durrës dhe në Elbasan, vrasje kryesisht me pagesë, ka lidhje edhe me botën e politikës, apo edhe me botën e... Po bërë një ashtat të penduar, do të thonë po të njëjtën gjë? Ka lidhje edhe me botën e biznesit. Tani, elementi tjetër që del është që kemi një të penduar që ka marrëveshje bashkëpunimi me Spakun, që kërcënon avokatët në sallën e gjyqit, po kërcënon edhe të bashkëpandehurit dhe i thotë do t'ju ha hallvën dhe të tjera si këto. Dhe që këtu duket sikur është një strategji e cila në fakt po jep fryte për ta lëkundur pozitat e këtij të penduari dhe dëshminë e tij si një nga provat kryesore në këtë proces. Kjo është brenda rregullave të lojës. Patjetër, por mbetet për të parë se si Spaku do ta administrojë këtë situatë. Po, është edhe Erion Alibej që nuk ka filluar akoma të ballafaqim. Nuk ka filluar akoma të flasë. Po, kjo historia e kësaj 2 deputetëve dhe 2 biznesmen. Se dikush tha është fake, unë kisha avokatin mbi e ka mohuar në gjyq Dumani, kur e ka pyetur i pandehuri tjetër, e ka mohuar, ka thënë nuk është e vërtetë. Si? Nureddin Dumani, kur është ballafaquar me të pandehurin tjetër që e ka akuzuar, kjo e ka akuzuar, Nureddin Dumani e ka mohuar. Dhe di që edhe prokurori i ka thënë kush janë emrat e këtyre, do t'ja u them në një seancë tjetër, ka thënë.